Një protestë për mbrojtjen e kafshëve është zhvilluar këtë të njëjtën në Tiranë. Disa qytetarë kanë protestuar në kryeqytet me pankarta dhe banderola me mesazhe për mbrojtjen e kafshëve. Stop elmimit, vrasja nuk është zgjidhje, vrasësit e kafshëve duhet të përballen me drejtësinë. Stop dhunës ndaj kafshëve janë disa nga mesazhet e pankartave. Në postera, Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit e cilësojnë si Agjencia e Mbytjes së Kafshëve. Në protestë, qytetarët ishin të shoqëruar edhe me kafshët e tyre. Protesta u lajmërua pas një video të siguruar nga CNA, ku shihej se si punonësit e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit hedhin helm në njërin prej lagjeve të Tiranës, konkretisht në kombinat. Mësohet se nga hedhja e këtij helmi ka humbur jetën një prej qenueshëve të asaj lagje. Lidhur me këtë ka reaguar edhe AMK, ku bëri me dije se ka ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm dhe ka pezulluar punonësit e përfshirë në ngjarje. Mëtej në reagim, thua se institucioni distancohet nga ky rast dhe nga çdo veprim që cënon kafshët dhe falenderon median për publikimin e këtyre rasteve. Ngjarja preku edhe banorët e zonës, të cilët u shprehen për CNA, se qenushi Puki ishte një qen mjaft miqësor me ata vetë dhe nuk i shkaktonte asnjë problematik komunitetit.